Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni sipërziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Nëse keni probleme me kapsllëkun, këto ushqime do t'ju shpëtojnë menjëherë. Një nga problemet më të zakonshme që na befason është problemi me jashtëqitjen. Në këtë video do ju paraqisim disa nga mënyrat shtëpiake për ta mbajtur nën kontroll kapsllëkun dhe për të lehtësuar problematikën e saj. Sipas health.com do të rendisim disa nga përbërjet më të mira që duhet të jenë pjesë e dietës suaj për të mbajtur nën kontroll shqetësimin e kapsllëkut. Soda e bukës është një alternativë shumë e mirë në këtë aspekt. Soda e bukës mund të përdoret në mënyra të ndryshme. Është një nga recetat shtëpiake që mund të përdoret në kushte të lehta. Ndihmon të liroheni nga kapsllëku dhe dhimbjet e barkut, pasi përmban gjithashtu edhe element që inkurajojnë largimin e ajrit nga trupi, që është një mënyrë shumë e mirë për të lehtësuar presionin dhe dhimbjet e barkut. Po ashtu do të ekuilibrojë nivelin e pH-it në trup. Një tjetër produkt shumë i rëndësishëm për personat që vuajnë nga kapsllëku është edhe aloe vera. Jo vetëm sepse jeni të prekur diku ose jeni lënduar, aloe vera është një recetë e mirë shtëpiake në lehtësimin e barkut tuaj. Gjeli i pasur nga bima shëruese aloe verës duke u përzgjer edhe me lëngje nga frutat ose pijet e tjera të mëngjesit, në këtë mënyrë do të lehtësojë stomakun tuaj duke e bërë më të sigurt lehtësimin nga kapsllëku. Vaji i farave të lirit gjithashtu mund të jetë një alternativë shumë e dobishme në shëndetin tuaj tretës. Vaji i farave të lirit vepron si një mbështjellës ose si një palltu për linjat e mureve të stomakut dhe ndihmon pozitivisht në jashtëqitje. Si rezultat i kësaj përmirësohet puna e zorëve, vaji nga farat e lirit mund të përzjehet me lëngun nga portokalli dhe kështu do të keni më pak telashe me kapsllëkun. Kafeina gjithashtu është një produkt shumë i mirë. Po ashtu edhe kafeina vepron si një stimulues për stomakun tuaj. Kafeina ndikon që të urinoni disa herë, kjo për faktin se është një diuretik. Po kështu duhet të keni kujdes me sasinë sepse konsumi i tepërt i kafes ju bën të dehidratuar. E dehidratim do të thotë kapsllëk. Limoni. Lëngu i agrumeve është një stimulues i atashëm për sistemin tretës. Është një përbërës i mirë në largimin ose hedhjen jashtë të elmeve të grumbulluara në trup dhe në organizëm, si dhe materialet të tjera të patretura që janë ndërtuar në përmurët e zorëve. Vaji i ullirit. Vaji i ullirit është edhe një element që ju ndihmon në këto raste. Ky vaj ndihmon në lëvizjen e gjërave në zor. Cilësia dhe kualiteti i vajit të ullirit e shndrojnë në këtë lloj të vajit në një recetë të mirë kundër kapsllëkut që mund të përdoret gjithashtu në raste shtëpiake. Kapsllëku është një problem që prek më shumë se 20% të popullatës. Një nga shkaqet më të zakonshme është zvogëlimi i lëvizjeve të ushqimit përmes sistemit tretës. Nëse nuk ushtroni fare dhe nuk hani mjaft fiber, problemet tuaja do të përkeçësohen. Para se të shikoni dhe të drejtoheni te ilaçet për të luftuar kapsllëkun, mund të përfshini ushqimet e mëposhtme në rutinën tuaj të përditshme dhe të merreni me problemin e zorës në mënyra natyrale. Molla. Një mollë në ditë mban doktorin larg, dhe ky nuk është një mendim i rastësishëm. Fruti që ju jep 4 gram fiber ndihmon zorët tuaja të lëvizin në baza ditore. Mollët përmbajnë pektinë e cila është një fiber e tretshme e njohur për vetitë e saj laksative. Në një studim 80 pjesëmarrës që morën suplemente pektine dhe rezultatet ishin spektakolare pas 4 javëve. Pra hani mollën tuaj të thjeshtë së bashku me kosin, tërshërën, sallatën dhe frutat në çdo mënyrë gjeniale që mund të mendoni. Edhe kivi gjithashtu është një mundësi shumë e mirë ushqyese për personat që vuajnë nga kapsllëku. Fruti është i njohur për veprimin e tij kundër kapsllëkut, stimulon sistemin tretës dhe përshpejton lëvizjen e zorëve. Në një studim të mëparshëm të pjesëmarrësit që u ndanën në kapsllëk dhe jo kapsllëk, u vëre se kishte rezultate pozitive në të gjithë grupin. Pra bëni një smoothie me kivi dhe lehtë mund të keni edhe freskinën tuaj gjatë verës. Fiqtë janë një zgjidhje shumë e mirë kundër problemeve të kapsllëkut. Fiqtë e thatë në veçanti u japin më shumë fiber. Mendoni se gjysma e filxhanit është e barabartë me 30% të nevojës tuaj ditore për fibra. Në një studim të 40 vullnetarëve, fiqtë përmirësuan strukturën e jashtëqitjes dhe reduktuan ndjeshëm ngërçet e barkut të shkaktuar nga kapsllëku. Thjerrzat. Ju e dini që shumica e bishtajave ndihmojnë shumë në lëvizjen e zorëve. Përveç marrjes së shumë fibrave, thjerrzat rrisin prodhimin e acidit butirik,
i cili rrit lëvizjen e sistemit tretës. Në verë do ta keni më të lehtë që ta shtoni në sallata të freskëta dhe kështu do të keni përfitime të duhura. Patate të ëmbla. Ju tashmë keni arsye të mjaftueshme për të ngrënë më shumë patate të ëmbla, por ju zbuloni se ato ju ndihmojnë të vizitoni tualetin më shpesh. Ato që kanë shumë fibër sa që mund të përfshihen në receta të ndryshme bazuar edhe në patatet klasike që keni. Kefiri. Qumshti i fermentuar përmban probiotikë të cilat janë bakterie të shëndetshme për zorën. Studimet kanë premtuar që kefiri është aleati më i mirë kundër kapsllëkut dhe kontribon ndjeshëm në hidratimin e zorëve. Mund të bëni smoothie me kefir në vend të qumshtit klasik ose ta kombinoni atë edhe me tërshër. Kështu do të keni një zgjidhje mjaft të mirë në lehtësimin tuaj të tretjes. Frutat e thata. Nëse nuk kërkoni një ushqim të shpejtë si për të kaluar kohën, zgjidhni kumbullat e thata ose thiqt e thatë. Ato janë të pasur me fibër dhe përmbajnë sorbitol dhe fruktan, sheqera natyrale që kanë efekte laksative. Dardha. Dardhat janë të pasura me antioksidant dhe vitamina. Ato janë një nga frutat më fibroze, prandaj shtimi i tyre në dietën tuaj është një mënyrë e lehtë edhe për të lehtësuar tretjen dhe jashtëqitjen. Një dardhë në madhësi mesatare siguron 5 grame gjysmë me fibër. Manaferat. Manaferat, boronica, luleshtrydhet janë gjithmonë në listën e super ushqimeve për shkak të përmbajtjes së lartë antioksidantëve dhe lëndëve të tjera ushqyese. Gjysmë kupe me boronicë ose luleshtrydhe përmban 4 gram me fibër. Farat e lirit. Farat e lirit janë një mënyrë shumë e mirë për të shtuar më shumë fibër në dietën tuaj. 2 lugë gjedhe me fara liri shtojnë 4 gram fibër. Frutat e thata. Përfshini çdo ditë në dietën tuaj një grusht me fistik, arra, bajame ose kikirik. Ato janë një burim shumë i mirë i proteinave dhe yndyrnave të shëndetshme. Megjithatë nuk mungojnë as fibrat. Një kupë vetëm e saj do ju sigurojë 9 gram me fibër. Spinaqi. Një kupë me spinaq siguron 4 gram fibër dhe përmban magnez, një mineral që ndihmon në jashtëqitje. Magnezi gjendet shpesh në laksativ, megjithatë është i pranishëm edhe në ushqime të ndryshme. Këto të dyja janë më të sigurta për njerëzit. Bollguri. Bollguri është i pasur me fibër të tretshme që ndihmon në kalimin e ushqimeve nëpërmjet zorës dhe në një jashtëqitje të menjëhershme. Brokoli gjithashtu është një zgjidhje shumë e mirë për ju. Brokoli futet në listën e super ushqimeve pasi është jo vetëm i shijshëm, por edhe i shëndetshëm. Ai është një burim shumë i mirë i vitaminave, proteinave dhe fibrave. Brokoli përmban edhe element që parandalojnë uljen dhe rrezikun e zhvillimit të sëmundjeve të ndryshme si sëmundjet e zemrës, diabeti tipi 2 dhe lloje të radikaleve të lira. Konsumi i tij është gjithashtu i rëndësishëm për tretjen. Shtoni një kupë me brokoli të gatuar në drekë ose në darkë për të marrë 5 grame gjysmë me fibër shtesë. Bishtajat janë në krye të listës për sa u përket produkteve më të mira ushqyese që lehtësojnë edhe sistemin tretës. Përfshirja e bishtajave në dietën tuaj do të jetë një mundësi e shkëlqyer për të ndihmuar në mbajtjen nën kontroll të shqetësimeve tuaja tretëse, që do të lehtësojnë edhe problemet e tyre. Bishtajat si fasulet, thirrza dhe qiqrat kanë një super përfitim shëndetësor. Është të mirë të përfshihen ato në çdo vakt të dietës suaj, duke qenë se janë të pasur me fibër, proteinë, vitamina dhe minerale. Vetëm një kupë me fasule mund të shtojë 6 deri në 15 gram fibër te sallata, supa ose tava, që do të përgatisni në varësi të fasuleve që përdorni vazhdimisht në dietën tuaj. Është e rëndësishme që në dietën tuaj të përfshini edhe fiqt. Fiqt e thatë në veçanti janë të pasur me shumë fibër. Gjithashtu ato do ju ofrojnë një efekt të mirë laksativ për tretjen tuaj, duke evituar kështu edhe një sër problemesh të saj. Nëse vuani nga problemet e tretjes dhe kapsllëku, hiqni dorë nga ushqimet e përpunuara, ushqimet e skuqura, gjithashtu mishrat me yndyrë të lartë, produktet e tepërta të qumshtit, pijet me sheqer, pasi ndikojnë negativisht në çështjet tuaja shëndetësore. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.